Pra, ju keni qenë shumë gjatë në Zvicër, pra që duhet potencohet, ndështë në fillim, pra keni arë nga Zvicra për të luftuar në Kosovë, po që do të flasim pak më vonë, pra ndaj edhe keni familje në Zvicër. Nuk keni menduar pastaj pas shqirimit që të ktheheni komplet me familje këtu? Jena këthy, në fakt, na mas lufte, unë i kom pas atër Marigonën e Mehmetin, deri në 2004. Në 2004, kur ndodhen ato trazirat e famshme që njihen pasaj kohët Marshit, 2004, vendosëm me i këthy prapë thmin atje, edhe i këthym, edhe nuk kem gabu që i kem këthyje. Kështu që tashti... Se nuk mendoni që Kosova pra nuk ka arritur që të ndërtoj një të ardhme të sigurt për fëmijët? Të sigurt jo, valla, jo. Nuk ka arrit. Më vjen kesh kisha pas qef me thonë po realiteti e thot kështu. Për shembull tashti, na që jena kont gatshëm gjithë shka me bo për këtë vend, me shmenije edhe sot, për shembull familjen të sigurt, ose besa dhe vetë vetën, po flas në kontest, në raport me shteti Kosovës, me Serbinë dhe me pjesën tjetër të botës në këtë rast. Nuk po flas për se Kosova a vogël, na njihem familjarisht nërvedja, dhe më thonë, këtu aso problemet natyrës, që thojnë gjinja jo familja mo dhe familja vogël e kësësa në Kosovë, nuk ka. Na jem i lake tonë nërveti, me bo mu njek hëllë, tonë dalim të lidhë një mënyrë ose në tjetërën, po kjo sonë për në asil të mira, për në asil edhe të kësia. Sepse për shembull, po ta bot dikush i yti një punë të keset, i po dosh me mbrojt kesen, atër po vinë pasojat mrapa, që mos zhënohem këtë fush. Sigurisht pra keni ndi vetën të zhgënjur, që me gjithë kontributin që keni bërë në luft, mos keni mundësi ndoshta që t'i leni fëmijët të shkollohen në Kosovë, pra? Jo, i zhgënjim nuk muj me thonë, sepse prap dishka bo në Kosovë. Nuk është si Kosova kanë pas nej përvojt madhe. Atër e vërteta e këtyne 26 vjetëve mas lufte po fletë si nuk ka pas edhe nej kuadër kush e disa në Kosovë, se për ndryshe ishin punët pak e zma mirë, po t'u je posi mungesa e kuadrave njerëzve cilë të pranojnë realitetin, e njerëzve cilë din më ullë, që thujmë na Allah ka të nërë që më ullë për srafshin e për oda, me diskutu hallin, me diskutu problemin, edhe me orë të një zgjidhje e favorshme edhe për rrethin, edhe për shëshnin, për në fotë mram edhe për shtetin, me pakon këta njerëz, ishin bo këtë gjona. Po këta nuk jenë konë, edhe jemi ku jemi, edhe kështu si që jemi.